një pashtët, vajza nuk është e jona. Ajo po fletë. Ajo në atë moment aty po do të një ndihmë që mas asaj, dhe thot vajza po komunikon, nuk është e jona. Ajo po shkon me Zotin, e kërkon ai. Një bornesh tillë unë nuk, edhe kur e them unë emocional. Kur e pashi djali po mikte, e kam marrë me barel edhe e kam shu ati afër. I kam thënë, ju bani çfarë të dëni, unë e kam pru këtu. Edhe aty është rasti i parë i dializës. Ai djalë ka bë 22 seanca. E shikoj situata po rëndoi dhe po rëndoi, kishte filluar diatezë hemorragjike nga krukullitej, hemorragjik ishte në sklera, hemorragjik ishte në urinë, kishte paksuar diureza, sasi e urinës po bëhen insufficiencë renale, i jap recetën atij. Kjo është receta e parë. Edhe më mensitë është jap me analgin. Nga ky moment që unë kam shkruar këtë, unë s'kam ndaj as i moment të qetë. Ishim para dilemë çfarë do bëjmë. Situata është shumë e rëndë. Ishte rreziku për t'i humbur të dy. Edhe fëmijë, që ishte 7 muaj dhe pak, ai ishte formuar, po i papjegur, para koshëm, po gjithsesi apo ndërushim nanë, si të ishte. Unë besoj se ti mund të jesh mjeku më i mirë në botë, nëse nuk ke arritë të penetrosh tek psikologjia tjetrit, që ai të ketë besim që ti po bën zgjedhje më të mirë, ti ke dështuar. Dhe unë kam parë në jetë këtë gjë.